Desha të jap një informacion që për herë të parë do ta tregoj. Një ditë para se të ndodhte përçarja, un kam kërkuar dhe jam takuar me zotin Glau Konjufsa në një lokal në Prishtinë. Edhe i kam kërkuar me ngulm që vetëvendosja duhet të heqë dorë nga kjo gjë, sepse nuk do të ndodhë ndryshimi. I kam shpjeguar të njëjtat gjëra që i thash edhe më herët, që nuk mund të jetë opozitë. Edhe ju po prishni një investim 10 vjeçar të shqiptarëve të Maqedonisë, dhe se çfarëdo që të ndodh pastaj nuk do të jetë auguri mirë për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe i kam thënë që nuk janë pyetje vetëm këto zgjedhje, por janë pyetje edhe zgjedhjet lokale. Kam nxjerr telefonin dhe i kam shpjeguar që ne presim pas një viti, presim që të garojmë zgjedhje lokale. I kam thënë që Brvenica është në rrezik, Kërçova është në rrezik. I kam hapur hartën, i kam thënë që Çashka është komuna e dytë më e madhe me territor në Maqedoni. Është Buteli komuna e dytë në Shkup, në qendër të Shkupit, e cila duhet mirët, dhe unifikimi i faktorit politik shqiptar do të cilë vetëm do vi. Normalisht ai ka nda shqetësim, ka qenë i rezervuar për arsyet që tashmë dihen. Kam kërkuar, në fakt i kam shpjeguar me vëmendjen më të lartë mundshme se ky organizim politik i shqiptarëve, që tash janë bashkë, para se të na ndodhte e keqja, ka ndodhur disa herë në Maqedoni dhe ka ndodhur edhe në Kosovë. Edhe nuk ka asgjë të keqe. Dhe po flasim për një 10 ose 20 vjeçar se kush do ta mbizotrojë skenën politike. Ose do të marrin shqiptarët një 10 vjeçar begat, ose do të marrin maqedonasit një 10 vjeçar begat, por gjithmonë në kurriz të shqiptarëve. Ka qenë i rezervuar dhe unë mora mesazhin në fund, ku zoti Konjufsa më tha që uroj që ky proces të jetë sa më pak i dëmshëm për shqiptarët e Maqedonisë. Dhe unë kam komunikuar me gjithë. Dhe kjo do të thotë që ata kanë bërë me vetdije këtë gjë? Nuk besoj që i kanë për llogarit pasojat e asaj.